A ju ndodh shpesh që të çoheni në mëngjes dhe të keni dhimbje mesi? Nëse po ju tregoj 2 ushtrime që ta lehtësoni këtë dhimbje. Më ndiqni. Këto ushtrime mund t'i bëni sapo zgjoheni nga gjumi ose gjatë ditës kur ju ndjeni dhimbje mesi. Si bëhen ushtrimet? Shtrimi me shpinë në tapetin tuaj të jogës ose në krevati. Me 2 gishtat e dorës kapni njërën këmbë. Tendoseni këmbën plotësisht. Më pas shtrini dhe këmbën tjetër. Në rast se nuk e kapni dot këmbën, përdorni një litar, peshqir ose bluzë për ta tendosur këmbën në këtë formë. Qëndroni për 30 sekonda deri në 1 minutë në këtë pozicion. Më pas, hapeni këmbën ansore. Keni parasysh kur hapni këmbën nuk duhet që legeni të kthehet plotësisht. Qëndrojmë me qendrën drejt. Po ashtu dhe në këtë pozicion qëndrojmë për 30 sekonda deri në 1 minutë. Më pas, me këmbën që kemi të hapur në ansore, përqafojmë këmbën tjetër. Spostojmë legenin në krahun e kundërt, në të djathtë në këtë rast, dhe të dyja gjunjët i ulim nga e majta në krahun e kundërt. Hapim krahët, kthejmë kokën në drejtim të dorës kundërt me këmbët dhe këtu qëndrojmë 30 sekonda deri në 1 minutë. Shkojmë në qendër dhe përsërisim ushtrimin edhe me këmbën tjetër. Kjo do t'ju ndihmojë shumë. Uroj që këto ushtrime t'ju ndihmojnë shumë për ta lehtësuar dhimbjen tuaj të mesit. Në rast se keni ndonjë shok ose mik që ka të njëjtin problem, çojani sepse do t'ju falenderoj.